Nëse do të kishe pasur frikë respekt ndaj Allahut ashtu siç duhet, të gjitha krijesat do të kishin pasur frikë respekt ndaj teje. Ndërkaq, ti i friksohesh krijesave se mos të bëjnë ndonjë dëm apo ndonjë të keqe dhe i friksohesh gjithashtu të ardhmes, ndërkohë që ajo nuk është në dorën tënde dhe askush nuk ka mundësi ta ndryshojë atë që Allahu tashmë ka shënuar në librin e ruajtur mirë. Në lidhje me këtë është një hadith autentik që nëse beson vërtet në të, do të qetësohet zemra dhe nuk do t'i kesh me frikë askujt përveç Allahut. Ndëgjoj këtë. Abdullah ibn Abbasi, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka thënë: një ditë, ndërsa isha mbrapa të dërguarit e Allahut sallallahu alaihi wasallam, ai më tha: o djalosh, po ti mësoj disa fjalë. Ruaj Allahun që ai të ruaj ty. Ruaj Allahun që ta kesh pranë vetes. Kur kërkon diçka, kërko vetëm prej Allahut, e kur të kërkosh ndihmë, kërko vetëm nga Allahu. Gjithashtu, dije se nëse të gjithë njerëzit do të mblidheshin për të bërë ndonjë të mirë, nuk do të kenë mundësi ta bëjnë atë, përveç asaj që ta ka caktuar Allahu. Gjithashtu, nëse të gjithë njerëzit bashkohen për të bërë ndonjë dëm apo ndonjë të keqe, nuk do të kenë mundësi ta bëjnë atë, përveç asaj që ta ka caktuar Allahu. Penda është ngritur dhe ngjyra është tharë. Në një transmetim tjetër thuhet si shtesë edhe kjo si vijon: dije se ajo që nuk të ka goditur nuk ka pasur mundësi të godas kurrësi, dhe se ajo që tashmë të ka goditur nuk do të kishe pasur mundësi ta shmangësh. Po ashtu ta dish se fitoria vjen me durim, rrugdalja vjen me lodhje, kurse me vështirësinë vjen lehtësimi. I dërguari i Allahut alayhi salam tha në hadith: ruaje Allahun. Kjo ka për qëllim që ti ruash kufit e Allahut që janë haramet dhe t'u përmbahesh farzeve. Gjithashtu tha se penda tashmë është ngritur dhe ngjyra është tharë, që ka për qëllim se çdo gjë tashmë është e shkruar dhe nuk ka mundësi ta ndryshojë atë askush përveç Allahut azza wa jall.